Po, gjëja interesante është mënyrën si I kam tregu babit. Ka qenë miki në televizion, në një emision, edhe ishte kështu duke folur, edhe unë I them babit, po kjo më duket është e Mitrovicës. Thot po, shumë mirë, babi është edhe lokalist kështu, ne të Mitrovicës jemi lokalista normalisht, edhe I them po unë po flas me djalin e kësaj që po e shetin në televizion, edhe mbaj mend se ishte I shtrirë edhe qote, thot, është e vërtet? Thonë, po, është e vërtet. Edhe kështu, pra është ka qenë njëra shumë interesante që I kam treguar, po më pas I them që të njoftohemi, po fillimisht njoftohem unë me familjen e Platorit, e më pas takohen edhe familjet. E lezetshme. Pas ke gjetë formën interesant. Po, ishte interesante, e momentit edhe ishte më e lehtë për mua, kështu si ta them më shpejt. Sepse vajza e babit e pak e sikletshme, po normalisht e kuptueshme edhe kaloj edhe kjo. E kuptueshme. Dhe me njëherë sigurisht kur flasim për persona të cilët kanë një bazë të famës, e që Miria Naimi e kam prej vitesh këto duke qenë prezente edhe përmes muzikës, po edhe televizionit, me njëherë, pasi t'ju bashku me familjes, edhe të këty u këthyen dritat e vëmendjes, për që I kështu, sidomos në mediat e shkruara, në portale, se në televizion kanë arrit me të mbajtë më lartë, pak të publikisht, kanë pengu në ndonjë periudhë të kohës, ose sa ke qenë gati me pa vetën me emër mbi emër një portal? Jo, nuk më kam penguar, edhe pse kanë shkruar lloj-lloj titujsh, që kanë pengu më shumë. Ndonjëherë kanë qenë të çuditshëm, edhe thoja po flasin për mua, po nuk ka qenë të themi një pengesë shumë e madhe. Jam munduar të jem larg medjave, por kam qenë edhe përgatitur, kam qenë shumë e përgatitur nga mike, sepse 5 muaj para se të fejohesha, unë veç se jetoja me ta. Edhe ajo e dinte pikërisht se çfarë do të ndodhte në vazhdimsi, edhe e dinte që kësaj fejese mediat nuk do iknin. Edhe kështu më përgatiste që do të ndodh kjo, do të shkruajnë, do të thonë, edhe te kalova shumë lehtë, kështu që miki ka qenë aty një shtyllë shumë e rëndësishme për mua, për me ndihmu me arrit këtë rezultat që tash e kam, që nuk më çon peshë se çka shkruajnë. Okej, po në fillim e normal të vjen pak zor kur nuk I pret, e sidomos nëse flasim për tituj që ka njëherë e pyet vetën ajo mund kjo. Më vjen të çudi kur esja në rrugë, sidomos me miken që më njehnin njerëzit. Isha mësuar me një jetë shumë thjeshtë, ecja nëpër qytet, njehja vetëm me shoqërinë time, kurse kur isha me miken I dëgjoja, miri e bra, edhe unë miki po throsin, po zamër jam të I dëgju, po jam mësu, kështu. E për mua ishte pak e çuditshme kjo, po edhe me këtë jam ambientuar. A ka bërë më të komplekse kjo fakti që tani të njohin njerëzit, apo ti vazhdon ta bësh rutinën tënde edhe... As pak. Madje shoqëria ime vazhdimisht ma thonë si kompliment që shumë mirë që nuk e ndryshuar. Nuk jam person që preferoj komplekset, qoftë shoh diçka që nuk është në rregull me mua, gjej kohën të qëndroj me veten e ta rregulloj, kështu që nuk kam komplekse, nuk më ka shfaqur ndonjë kompleks kjo ndjenja e të qenurit reja e Miri e Brasë në Naima Bazit. Okej. Po kthehem edhe një herë në fund tek libri, zbesoj që do të jetë I fundit, sepse ti vazhdimisht do të shkruash, se pasioni s'hiqet as brenda natës, as për kohë të shkurt, por se a do ta bësh një përmbledhje tjetër për një kohë të shkurt, nuk e dim si ke planet në këtë aspekt. Janë ca romane që po punoj, disa janë në përmirësimin e tyre, disa janë që po I shkruaj kështu si ide të reja. Nuk janë të finalizuara ashtu si që dua unë të jenë të finalizuara, por besoj që sakt nuk mund të premtoj asgjë, por pa tjetër që do të ketë edhe libra tjerë. Okej. Këta mundem me marë? Po, pa tjetër. Ke vendos vetë për kopertinën që tjetë e thjeshtë po shumë e bukur? Po, ngjyra e verdhë është ngjyra ime preferuar. Edhe dhomën time e kam e ngjyrë të verdhë, dollapat janë krejtësisht verdhë dhe kam kështu... Çfarë simbolizon kjo e verdha? Nuk e di, më pëlqen, është ngjyrë e hapur. Nuk kam ndonjë arsye specifike. Ka bëj me xhelozin që thuhet, nuk e di a qëndron një men kjo puna ose cila shkencë thot këto, po gjithsesi. Këtu po lexoj veç disa prej titujve.
E besoj që njerëzit që duan ta kenë, mund të shkruajnë ty, apo mund ta gjejnë diku? Kam thënë që shumë shpejti do të tregoj në rrjetet e mia sociale se ku mund ta gjejmë, sepse jemi akoma në finalizimin e fundit këtyre detajeve të vogla. Super. Unë e di që se të shoh nganjëherë edhe në TikTok, zakonisht kur shko diku bën një TikTok edhe merr propozime, jo për veshjen, jo për dukjen, e ke bosa ndonjë para se marrë në studio apo jo? Jo, realisht jo, nuk kam pas kohë. Kështu angazhimet një pas njëshme, tani edhe filloj edhe fakultetin, e duhet me u përgatit për provime, për ligjërata. Po TikTokun se len anash, a? Jo, nuk besoj se do ta lë, po nuk është prioritet, jo, absolut. E dashur, ke shumë knatësi me të pas Gjithashtu, këtu. më vjen shumë mirë. Po m'duket që të një prej ka herë, veç prej faktit sa herë Miki më flet për ty, sa herë taku herë kështu që më vjen mirë për suksesin tënd dhe besoj shihemi herave të tjera. Patjetër, ishte knatësi, faleminderit shumë. Miq, po ju lëm me publicitet e kthehemi veç pas pak.